Nderuar besimtarë dhe besimtare. Tashmë të gjithë ne, të gjithë besimtarët i dhanë lam të mirën për këtë vit, muajt madhështor, muajt të bereqeteve, të begative të mëdha, muajt të Ramazanit. Pasi që këta besimtarë u afrohen me zemrat e tyre, me veprat e tyre tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dikush u afrua më së shumti me leximin e Kur'anit. Dikush tjetër u afrua më së shumti me ndihmesën e nevojtarëve, duke plotësuar nevojat e nevojtarëve, të grave, të veja apo jetimve. Dikush tjetër me adhurimin, me namazin, me agjërimin, e dikush tjetër duke bashkuar mes këtyre adhurimeve apo shumë adhurimeve të tjera. Sigurisht që kjo është diçka shumë e mirë, sepse të gjitha besimtarë kanë korrur fitimet e tyre, përfitimet e tyre, shpërblimet e mëdha, të cilat do t'i gjejnë ditën e Kiametit, ditën e dhënies së llogarisë. E nëse besimtarët i dhanë lam të mirën për këtë vit, muaj të madhënueshëm të Ramazanit, pasi që punuan shumë, por sigurisht që këto punë vazhdojnë dhe pas Ramazanit.